A nuk është frustruese? Të kesh një plan të shkëlqyer, një strategji që duket e pagabueshme dhe pastaj ta shohësh të shpërbëhet komplet qetëzbetimit. Është një ndjenjë që shumë lider e njohin mirë, sepse, siç del, një vendim i mirë në letër nuk garanton absolutisht asgjë në botën reale. E po pikërisht për këtë dilemë do të flasim sot. Dhe kjo analogji, e godet pikërisht në shenjë. Të kesh idenë e madhe, strategjinë, shpesh duket si pjesa më e vështirë. Por në të vërtetë ky është vetëm hapi i parë. Sfida e vërtetë, ajo që ndan suksesin nga dështimi, qëndron në ekzekutim, në zbatimin e përditshëm. Le ta themi troç, suksesi nuk është vetëm njëri apo tjetri, është produkt i të dyjave. Duhet kesh një vendim cilësor, por gjithashtu duhet ta zbatosh atë në mënyrë efektive. Njëri pa tjetrin është thjesht një formule sigurt për dështim. Kjo është pyetja milionçe, apo jo? Nëse jemi të bindur që vendimi është i duhuri, ku është problemi? Përgjigja, siç do ta zbulojmë bashk, ka më pak të bëjë me çfarë vendoset dhe shumë më tepër me si merret ai vendim. Mirë, le t'i futemi thelbit. Çelësi për një zbatim të suksesshëm thuhet se është konsensusi. Por kjo fjalë, konsensus, hidhet sa ande këtej dhe shpesh keq kuptohet plotësisht. Pra, le ta ripërkufizojmë se çfarë do të thotë vërtet në kontekstin e leadershipit efektiv. Okej, le t'i qartësojmë disa gjëra një herë mirë. Konsensusi nuk do të thotë që të gjithë bien dakord 100%. Ai është unanimitet dhe shpesh është i pamundur ose edhe jo produktiv. Nuk është asnjë votë thjesht shumice dhe definitivisht nuk është ai momenti falc kur të gjithë përqafohen dhe bëjnë sikur janë të lumtur. Jo, konsensusi i vërtet, ai që funksionon, ndërtohet mbi dy shtylla thelbësore: angazhim të përbashkët dhe kuptim të përbashkët. Le t'i zbërthejmë pak këto. Angazhimi i përbashkët do të thotë që i gjithë ekipi është i përkushtuar që vendimi të ketë sukses, edhe nëse disa individ nuk ishin dakord me çdo detaj të tij. Ndërsa kuptimi i përbashkët siguron që të gjithë e dinë pse në pas vendimit dhe cili është roli i tyre. Sepse angazhimi pa kuptim është besnikëri e verbër, dhe kuptimi pa angazhim nuk çon askund. Duhen të dyja, pa diskutim. Po si arrihet ky lloj konsensusi kaq i fuqishëm? Çelësi është një proces që perceptohet si i drejtë nga të gjithë. Dhe për të kuptuar sa thelbësor është ky element, le të shohim një rast konkret. Një histori që tregon se si një vendim objektivisht i mirë u sabotua totalisht nga një proces i keq. Njihuni me Mark Ager, një drejtor në një kompani mbrojtëse. Ai identifikoi një mundësi të artë për një aleancë softwarike, por çfarë bëri? E zhvilloi të gjithë procesin në fshehtësi, duke punuar ngushtë vetëm me një koleg. Kur më në fund, si me surprizë, u zbuloi partnerin e përsosur pjesës tjetër të ekipit, reagimi nuk ishte as pak entuziazëm, ishte rezistencë e hapur. Kjo thënie tregon gjithçka. Dëgjoni pak ndjenjen e thellë të përjashtimit. Ky antar i ekipit nuk ishte plotësisht në errësirë, por as nuk ishte pjesë e procesit. Nuk ishte transparencë, nuk ishte diskutime të hapura, ata ishin thjesht spektator, jo pjesëmarrës. Dhe këtu qëndron ironia më e madhe. Pjesa më e madhe e ekipit në fakt ishte dakord me zgjedhjen e partnerit. Pra, vetvendimi ishte i mirë. Ajo që ata refuzuan kategorikisht ishte mënyra se si u mor vendimi. U ndje si një fakt i kryer, një vendim i gatuar paraprakisht që thjesht ju servir atyre pa asnjë mundësi për të ndikuar në rezultat. Dhe keni parasysh, kjo përvojë nuk është thjesht një rast izoluar. Ekziston një fushë tërë kërkimore që shpjegon saktësisht pse njerëzit reagojnë në këtë mënyrë. Pra, le të kalojnë nga kjo histori specifike në shkencën që fshihet pas saj. EPO ka një emër shkencor për këtë, drejtësi procedurale. Ky koncept fillimisht u studiua në sistemin ligjor dhe zbuloi diçka të mahnitshme. Njerëzit nuk shqetëson vetëm për rezultatin e një çështje, por edhe për drejtësinë e procesit që çoi atje. Dhe kjo ide është po aq e fuqishme edhe në menaxhim. Dhe kjo grafik, e tregon këtë më së miri. Në një studim të arbitrazhit, fituesit ishin të kënaqur pavarësisht nëse procesi ishte i drejtë apo jo. Kjo pritej. Por shikoni humbësit. Këtu bëhet vërtet interesante. Në një proces të padrejtë, ata ishin shumë të pakënaqur. Por në një proces të drejtë, kënaqësia e tyre ishte jashtëzakonisht më e lartë. Kjo diferencë është ajo që studiuesit e quajnë jastëku i mbështetjes. Një proces i drejtë zbut goditjen e një rezultati që nuk na pëlqen. Mirë pra, e kuptuam. Procesi i drejtë është thelbësor, por kujdes, sepse këtu ka një grackë të madhe. Ekziston një dallim si nata me ditën midis konsultimit të vërtetë dhe asaj që mund ta quajmë një fars konsultimi.
Kjo është një pikë absolutisht kritike. Nga njëra anë, kemi farsën e konsultimit. Këtu, lideri tashmë e ka marrë vendimin. I gjithë procesi i kërkimit të mendimeve është thjesht një shfaqje teatrale për të drejtuar bisedën aty ku do ai. Nga ana tjetër, kemi shqyrtimin autentik. Kjo do thotë që lideri është vërtet i hapur ndaj ndikimit, dëgjon për të kuptuar, jo vetëm për të përgjigjur, dhe është i gatshëm të ndryshojë mendje. Për një shembull të fuqishëm të kësaj në veprim, le të shohim Paul Levy. Ai po përballej me një ristrukturim super të vështirë në spitalin e tij. Ai publikoi një raport të ashpër dhe kërkoi reagime. Mori 300 emaile dhe ju përgjigj secilit personalisht. Ai nuk po bënte një shfaqje, ai po angazhoi në një dialog të vërtet, autentik. Dhe mos mendoni për asnjë sekondë se ky proces duhet të jetë i ngadalt. Gjatë krizës së Apollo 13 me jetë njerëzish në rrezik, drejtori i fluturimit Gene Kranz përdori pikërisht një proces të drejtë. Ai inkurajoi debatet e hapura, ide nga të gjithë dhe rezultati. Ai thotë se ata kur syen kohë, një proces i drejtë mund të jetë tepër efikas, veçanërisht kur presioni është në maksimum. Atëre, si e bëjmë këtë në praktik? Këtu është një manual i thjeshtë me 5 hapa. Së pari, jepini ekipit një udhërfyes. Tregojuni që në fillim se si do të merret vendimi. Së dyti, sinjalizoni qartë se jeni me mendje të hapur. Së treti, dëgjoni aktivisht. Pra, përsërisni atë që dëgjuat për t'u siguruar që keni kuptuar drejt. Së katërti, kur të merret vendimi, shpjegoni logjikën pas tij. Dhe së fundi, një hap i thjeshtë por kaq i fuqishëm. Falenderoni ekipin për kontributin. Kjo na sjell në një ide të fundit dhe duhet ta pranoj është paksa kundërintuitive. Mund të mendohet se gjithë kjo bisedë për drejtësi dhe konsensus ka të bëjë me shmangjen e konfliktit, në fakt është krejt e kundërta. Le ta themi këtë sa më qartë që të jetë e mundur. Konflikti, debati, mospajtimi, këto nuk janë armiqtë e konsensusit. Ato nuk janë pengesa që duhen shmangur apo shtypur në emër të një harmonie false. Në fakt, debati i fuqishëm është absolutisht thelbësor, është parakushti. Pa një debat të vërtet, njerëzit nuk do ta perceptojnë kur procesin si të drejtë, dhe pa të perceptim të drejtësisë, nuk do të arrihet kur konsensusi i vërtet, ai që sjell rezultate. Po pse funksionon kështu? Cila është logjika? Sepse kur njerëzit debatojnë dhe sfidojnë idet, ata ndjejnë se zëri i tyre ka rëndësi, se patën një shans real për të ndikuar në rezultat. Kjo nxjerr në pa të gjitha këndvështrimet, duke çuar në një vendim final më të fortë. Dhe më rëndësishmja, kjo vërteton se procesi nuk ishte thjesht një fars, ishte një kërkim i vërtet për zgjidhjen më të mirë. Kjo na sjell në përfundimin e gjithë shkaje që kemi diskutuar. Çfarë duhet të mbajë mend çdo lider nga kjo analiza? Ky citim nga një menaxher e përmbledh në mënyrë perfekte. Detyra e një lideri nuk është të bëjë të gjithë të lumtur apo të arrijë unanimitet. Është të krijojë një proces ku të gjithë ndihen të dëgjuar dhe të respektuar. Pasi të jetë arritur kjo, njerëzit jo vetëm që do ta pranojnë vendimin, por do të angazhohen me mish e me shpirt për ta bërë atë një sukses. Dhe pikërisht ky është ndryshimi midis një plani të mirë dhe një rezultati të shkëlqyer.